Faleminderit zonja kryetare, të nderuar kolegë. Duke qenë që këto janë seancat e fundit dhe sigurisht ne që do jemi më këtu në parlament edhe mund ta ngjonin në këshill, këto që do jenë mandatin tjetër. Do i lutesha shumë edhe për ekonomi, kohët parlamentit ose për funksionim normal të parlamentit, do duhet që përgatisni një projekt ligj, që besoj që ja vlen që të keni një projekt ligj për pensionistët, parlamentarët pensionista, që mos e humni kohën, sepse kanë nevojë shkretet me atë edhe me nipërit, me mbesat edhe me njerëz të tjerë, dhe jo të jenë këtu në parlament edhe konsumojnë energji më shumë që nuk i takon. Sepse me të vërtet një koleg tani përpara që foli për gurin e varrit që janë atje në Gjirokastër. Po, problemi më shumë është si gur varri po na ngelin shumë njerëz caktuar dhe po krijojnë probleme mjaft të mëdha në politikë. Gjithsesi, prap do të rriqë vëmendjen për ministrin zotin Balla, jo për çështje replike, po ndoshta marrë fjalën brapa, por tha një shprehje e cilën më tërhoqi vëmendjen që nuk doja kërkojmë dorëheqjen zotit Berisha që rrini të qetë. Po zoti Balla, ti mirë ke dhe je i lumtur dhe bilës po kam dëgjuar që socialistët po shkojnë dhe në Kish Laçi që të luteni që të vazhdojmë prap situata në Partinë Demokratike në këtë gjendje, sepse në Terezi e keni ju 16 i mushët, po tentoni për të thyer rekordin tjetër ose nuk e di ka qeveri tjetër tash shkoi 25. Gjuna, po mendoni edhe jo vetëm për veten e ju, se shikoni që një pjesë e mirë e juja nuk ka më energji që të treja për pushtet, sepse është mërzitur ju pushteti, po s'keni ç'a të bëni se s'ka kush ta marri. Edhe ju ka ngel në dorë.